3 lule smart, duke qenë se llogaritë tona dalin me humbje. Kur ta kemi informacionin e plot do t'ja përgjigje. Po është një tender që e keni shpallur ju. Nuk e mbani shumë, kaq shumë keni. Bëjmë shumë procedura dhe nuk e mbajmë. Si ka mundësi kaq shumë? Po se kam kujtesën e dobët. Qytet i vogël. Kam kujtesën e dobët, vuaj nga memoria. Një qytet kaq i vogël. Unë vuaj nga memoria. Jo, flas duke qenë se keni shumë prokurim. Unë vuaj nga memoria dhe nuk i mbaj mend gjërat që të përgjigjem tani. Prandaj, nëse doni përgjigje saktë, këtë pyetje drejtoheni bashkisë. Kryetaria e Bashkisë Roskovec është shprehur se do të shqyrtojë mundësinë për ndërtimin e një karburanti nëse konstatohet nevoja, duke konsideruar këtë një çështje që do të studiohet. Pyetja u ngrit nga gazetari Feardi, i cila ludoi në diskriminimin e qytetarëve me makina për karburant, ndërsa kryetari u përgjigj. Do ta shohim, do ta bëjmë studimin për këtë gjë dhe do ta shohim. Nëse del nevoja po, pse jo? Por kjo deklaratë sjell në vëmendje një realitet tjetër më shqetësues. Bashkia Roskovec është një nga njësitë vendore me probleme serioze financiare, të cilat janë evidentuar nga Ministria e Financave. Për shkak të borxheve të shumta ndaj palëve të treta, kjo bashki klasifikohet si me probleme financiare. Duke qenë një bashki e vogël me të ardhurat të kufizuara që vijnë kryesisht nga taksat e pasurisë, Roskoveci varet në masë të madhe nga ndihma e qeverisë qendrore. Pavarësisht këtyre kushteve, raportet zyrtare tregojnë prioritetin e bashkisë se nuk ka qenë investimi për zhvillimin e zonës. Në vitin 2023, 47% e buxhetit u shpenzua për paga dhe shpenzime personeli, duke shënuar një rritje prej 19% krahasuar me vitin 2022, ndërkohë investimet u reduktuan me 37%. Në këtë situatë jo të favorshme financiare, bashkia ka gjetur fonde me vlerë 112.500 euro për të ndërtuar një stacion privat për karikimin e makinave elektrike, një veprim që ngre pikpyetje për prioritetin e saj ndaj komunitetit.